Për të gjitha vajzat që më pyesin sepse janë në periudhën e gjithdhënies, a është i sigurt programi i dobësimit apo jo, tani do t'ju tregoj me fakte. Anxhi, shoqja ime e ngushtë, e cila është një mami gjithdhënse, ka bebushen vetëm 1 muajshe dhe ka arritur të heqë kilet pas shtatzanisë, po me këtë program dobësimi. Unë marr këto 2 produkte, të cilat më ndihmojnë të shkarkoj të gjitha lëngjet e tepërta të trupit dhe gjithashtu të djeg masën bjamore. Do të hedhim 2 lugë me çaj, i cili është shumë i mirë vajza, ua rekomandoj 100%. Dhe tani që jemi në gjithdonje, energjinë e kemi 0. Duam pak energji, do të marrim multivitaminat, e cila përmban hekur, magnez, vitamina të ndryshme dhe gjithashtu ndihmon për të larguar yndynat nga trupi jon. Do të hedhim ujë, edhe pse dalim nuk harojmë, kjo është një rikujtim për ju që jeni me pushime, mos harroni të merrni paketën e dobësimit vajza se duhet të mbajmë gjithmonë trupin në formë. E trazoj mirë që mos ngelen kokrizat dhe kemi gati për konsumim. Ne nuk marrim Fanta, nuk marrim as pije me gaz, kjo është pija që neve e marrim gjatë gjithë kohës, edhe me pushime edhe duke qëndruar në shtëpi. Dhe me këtë paketën ju mund të largoni kilet e tepërta, pra 8 me 10 kg brenda 1 muaj, të shpruni barkun, të shkarkoni lëngje dhe më e rëndësishmja të ndiqni masën bjamore. Bravo Anxhi. Hajde që jam në gjithdhënie, sa po i dash bebit qumshin tim, nuk ndikon absolutisht ky program i dobësimit.